salatu wassalamu ala rasulillah. O ba'd, në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshiruesit, përshëndetje i dërgojmë mbi mëndzjetën e njerëzimit, profetin tonë sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah është lehtë që keni gjetur kohën të përgjigjeni këtij dobimi, këtij takimi. Lutem Zotin e Gjithësisë që këshillat të cilat do na jap për këtë takim, hoxha e nderuar, hoxha Bilal Shrepi, të jenë të dobishme për gjithë ne, por para se të ftojmë hoxha Bilalin pra që të trajtojë temën e cila është patjetër shumë dhe mendoj që është shumë e dobishme për gjithë ne, se si të jemi suksesshëm pa humbur fejë. Dhe duke parë që pra ju jeni student dhe jeni në fillimin e hapave pra të jetës së tuash inshallah, dhe secili kërkon që të jetë pra i suksesshëm në këtë dynjë, në sukses, por ndërkohë do që patjetër të ruaj fejë. Se në fe arrihet pra suksesi është dorë Zotit, por arrihet ai suksesi i kërkuar që duhet të kërkojmë që është suksesi në botën tjetër. Para saj ftojmë vlla Esra në lexojë disa ajete të Kuranit, pastaj inshallah japë fjalë hoxha Bilalit, Zoti e nderoft. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Është ndesur? Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma ma ba'd, pas falënderimit të Allahut madhëruar, salavateve, selameve, dërguar për më të mirin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salatu wa salam, familjarët e tij, shokët e tij dhe çdo ndjek dhe pason rrugën e tij deri në ditën e gjykimit, në vijim. Pas falënderimit të Allahut, ju falenderoj edhe ju Sheikh Zeid, edhe gjithë hoxhallarët organizator, edhe gjithë ju vëllezërit e mi, që shumë kush prej jush, mbase të gjithë prej jush jeni më të ditur se sa unë. Mbas kësaj do të doja prej Sheikh Talhas, si më ekzekutivi që është këtu, ma hiqat fotën të lutem. Foti i të fik në asaj. Se duroj dot. Edhe atë tjetër në atjet lutem. Ajo do ndryshojmë në fillim. Fike, pastaj tjerat i bën Zoti mbar. Po, pse jo? Kështu dëgohet? Atëherë, tema e sotshme ka të bëjë me suksesin. Dhe shprehimisht ishte a mund të jesh i suksesshëm pa humbur fen. Po tek tema inshallah vi në fund, po e nis me suksesin. Pa shkuar tek pika a mund të jesh i suksesshëm pa humbur fen. Dhe pyetja ime e parë për çdo njërin prej jush është: çfarë është suksesi? Kush e ngre dorën i pari, ti përgjigjet pyetjes, çfarë është suksesi? Këtu e kam një habib që është i suksesshëm, po nuk e di a do e ngre dorën të përgjigjet. Këtu habiba kam shumë, që mos keq kuptohemi, po njërin që kishte marrë mallin me e pa sot mbas shumë kohësh. Çfarë është suksesi? Mirë, ta thjeshtojmë. Kush nuk do të jetë i suksesshëm të ngrej dorën? Kush nuk do të jetë i suksesshëm të ngrej dorën? Kjo është shenjë e mirë, gjithë duan të jenë të suksesshëm. Për sa kohë doni të gjithë jeni të suksesshëm, e keni kollaj të përgjigjeni çfarë është suksesi. Apo jo? Logjikisht është kështu apo jo? Ë? Do përgjigjet dikush me dëshirë apo ta përcaktojë unë kështu? Ë? Ta arrish qëllimet. Shumë mirë, një përgjigje. Ka përgjigje tjetër? Një përgjigje ishte të arrish qëllimet. Po. Allahu të jetë i kënaqur me ne. 2 përgjigje. Përgjigje tjetër ka? Të jesh i vazhdueshëm. Për shembull, nëse je i vazhdueshëm në haram është sukses. Ë? Po i vazhdueshëm je. Përgjigje tjetër? Fitosh xhenetin. Okej. Po xheneti është dhurat apo është sukses për njeriu? Dhurat. Tjetër përgjigje? Po. Ta arrish begatit e kësaj bote dhe të botës tjetër. Mirë. Sukses për shembull është që të fiket ajo atje. Okej. Mirë. Sukses e dëgjojmë shpesh. Të gjithë e duan. Fakti që s'ngritë dorën do të thotë që e doni. Ka një buton poshtë o Sheikh Talha që e fik.
Poshtë. Okej. O kry. Për suksesin flitet gjithandej në përbot. Para se të hyj se çfarë është suksesi, dua ta nis me një pikë që e mendoj të rëndësishme për çdo njërin prej nesh, si musliman. Fillimi i suksesit dhe një nga sekretet e suksesit për muslimanin është të zhvesh botkuptimet e tij nga ndikimi i filozofive, ideologjive që nuk janë islam. Nuk ka rëndësi se janë perëndimore, liberale, konservatore, apo janë lindore, spiritualiste, apo çfarëdo qofshin. Nëse muslimani do të jetë i suksesshëm, hapi i parë dhe më i rëndësishëm është të zhvishesh nga çdo filozofi, ideologji e cila nuk ka lidhje me islamin. Është e qartë si pikë? Kur vim tek çështja se çfarë është suksesi, përgjigjen e parë që morëm ishte arritja e qëllimeve. Jeni dakord me këtë përkufizim? Kush nuk është dakord ngrej dorën? Se pastaj do e pyes pse nuk është dakord. Burr. Varet çfarë qëllimesh janë. Edhe thash që ka ardhur një Habib Bimi sot këtu. Allah të rujt. Pra, suksesi është realizimi i qëllimeve, por qëllimet varet se çfarë janë. Nëse shohim suksesin në trajtimin perëndimor, lidhet kryekput me çështjen e realizimit të qëllimeve dhe produktivitetit. Ti ke disa qëllime, i realizon, do të thotë që je i suksesshëm. Ti angazhohesh në diçka, prodhove, do të thotë që je i suksesshëm. Në filozofinë perëndimore, dhe sidomos në atë liberale, ky është thelbi i suksesit, dhe në atë materialiste. Ndërsa tek muslimanët, suksesi është shumë ndryshe se sa kaq. Suksesi për muslimanin është realizimi i të qenurit adhurues i Zotit. Të përmbushësh adhurimin ndaj Allahut dhe të rregullosh dhe të përmirësosh botën. Kush i mbajti mend të dyja? I mbajte mend? Bujër. Me një fjalë, bota është në paqe, ta bësh luftë. Ky është ndryshim. Dy pika. E para, të realizosh dhe të përmbushësh adhurimin ndaj Allahut. Të jesh adhurues i Allahut. Kjo është e para. E dyta, të jesh rregullues, përmirësues në tokë. 2. Kush është argument? Hafizi më i fundit? Kush është argument? Të gjithë e dini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit nuk i kam krijuar me qëllim tjetër vetëm se të më adhurojnë. Vllai tha që sukses është arritja, përmbushja, realizimi i qëllimeve.
qëllimi kryesor për cilin janë krijuar njerëzit është adhurimi i Allahut madhëruar. Sepse tham, fillimi i suksesit, sekreti i suksesit është të zhvishemi nga vlerat që nuk janë islame, apo jo? Që do të thotë se çdo vlerë jona ka një argument, ka një bazë. Baza jonë është fjala e Allahut dhe fjala e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Kështu që për sa kohë tham që suksesi është të jesh adhurues i Allahut dhe të rregullosh, të përmirësosh tokën, për pjesën e parë ky ishte argumenti, apo jo? Për pjesën e dytë, kush përmend argument? Vetëm hoxhallarët mos flasin, se pyetja si drejtohet askujt për hoxhallarëve. Kështu që edhe po pash nga hoxhallarët nuk e kthej kokën për të marrë përgjigje. Bujrum. Shumë mirë. Shumë mirë. Argument më të qartë se kaq ka? Tu shumë janë hafiza. Kush nuk është hafiz, jam i sigurt që i ka mësuar ato ajete. Allahu i madhëruar kur njoftoi me lajket se do krijonte mbi tokë, çfarë do krijonte? Si i thon arabisht? Khalife. Kush e përmend ajetin? Hafizi. Jo, wa nahnu nusabbih. Shumë mirë. Po tjetër argument? Pra Allahu i madhëruar shprehimisht ka treguar në këtë ajet se një nga arsyet, qëllimet pse ka krijuar njeriu është që të jetë mbi tokë khalife. Apo jo? Është kështu? Po apo jo? Me dyshim? Pa dyshim. Pra, për pjesën e parë, u përmend argumenti që njeriu të përmbush të qenurit adhurues ndaj Allahut. Dhe e dyta të jetë rregullues dhe përmirësues mbi tokë. Suksesi për muslimanin qëndron mbi këto dy pika. Nëse njëra prej këtyre dy pikave nuk qëndron, muslimani nuk është i suksesshëm. E para, të jetë adhurues i Allahut madhëruar, e dyta, të përmirësoj dhe të rregulloj jetën mbi tokë dhe tokën vetë. Për të kaluar tek pyetja e tretë, kush ka celular me vete, ta nxjerrë. Se do i kërkoj të shkruaj diçka. Po jo hoxhallarët. Kush ka celular, nuk është për t'ju provokuar, po nxirrini realisht. Kush ka celular ta nxjerrë, se dua që të shkruaj mbi celular. Çojeni ke notes. Çojeni aty ke shënimet. Sepse do ju lë vetëm pak sekonda kohë që ta shkruani përgjigjen. E çua tek notes. Pyetja e radhës është, dhe keni vetëm 3 sekonda kohë ta shkruani. Jo më shumë se 3 sekonda. Kush është njeriu më i suksesshëm që njeh në jetën tënde? 1,
2, 3. Mos shkruani më. Kë shkruajte? Nuk shkruajte. Akoma s'ke një. Kë shkruajte? Asnjë. Kë shkruajte? Asnjë. Kë shkruajte? Kush ka shkruajtur tjetër? Hë? S'ka shkruajtur njëri tjetër? Si kanë me vete. Përmend një emër që është i suksesshëm për ty. Ta kaloj vllai. Me fjalë Abu Bekri s'ka qenë. Allah të rëtë. Pa dyshim njeriu më i suksesshëm është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Njeriu në jetë që të jetë i suksesshëm ka nevojë për element. Elementet e njeriut që t'ja mundsojnë suksesin janë 2 kryesor. Një është dija, 2 është modeli. Dija pa dyshim është tek fjala e Allahut madhëruar dhe modeli është tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ndaj çdo kush prej nesh që dëshiron të jetë i suksesshëm në jetën e tij, do të duhet patjetër të jetë i lidhur me dijen nga njëra anë dhe gjithashtu i njohur mirë me modelin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kjo deri tani është teori. Në praktik, popujt gjithmonë kanë rendur pas suksesit. Shumë kush ka folur për suksesin. Kush hyn nëpër librarit e Tiranës, të Prishtinës, të Shkupit apo anë mban nëpër botë dhe do të kërkoj libra rreth suksesit, fatkeqësisht do të shoh se raftet e këtyre librarive kryesisht janë me autor jo musliman. Pse mendoni që shumica e titujve që kanë folur rreth suksesit janë me autor jo musliman? Keni ndonjë përgjigje? Janë të dhënë mbas jetës kësaj bote. Yerhamukallah. Tjetër? Ne kemi të qartë për ata ka shumë domethënie. Okej, pak a shumë jeni ke po, alhamdulillah. Na bëv Zoti të gjithëve imenjet hajrit. Ju jeni gjithë studentë, alhamdulillah, dhe keni kuptuar gjatë studimeve se formalizimi i shkencave është dashur shekuj që të vinë në këtë trajt që është sot në mënyrë të specializuar. Pra brenda një shkence ti ke shumë specializime. Brenda sheriatit apo studimeve fetare ti ke shumë degë të cilat i studion, apo jo? Brenda juridikut po ashtu, brenda ekonomikut po ashtu, brenda mjekësisë po ashtu, brenda inxhinierisë po ashtu. Tek muslimanët e hershëm, dijet kryesisht kanë qenë të ndërlidhura me njëra tjetrën, ndaj i gjen nëpër libra shumë të ndërthurura, të pandara. Por suksesi padyshim që është pjesë e rëndësishme në formimin e muslimanëve prej në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në vazhdim. Kjo është një nga arsyet pse nuk gjen shumë libra tek autor musliman të veçuara vetëm për suksesin, sepse suksesi nuk është trajtuar si një gjë e vetme,
është trajtuar si një rrjedhojë e natyrshme e angazhimit të njeriut. Ndryshe nga ajo që përmendën vëllezërit pak më parë. Tek vlerat perëndimore është qëllim në vetvete të jesh i suksesshëm. Ndërsa tek muslimanët suksesi është pasojë e angazhimit të njeriut. Është pasojë e angazhimit të njeriut. Suksesi ka element dhe elementi bazë i suksesit është dija, e cila prodhon tek njeriu vetë dije. Sepse ka dije të cilën njeriu e mëson dhe nuk prodhon tek njeriu një vetë dije për gjërat. Dhe as një ndërgjegje për çfarë lidhet mes tij dhe botës jashtë tij. Dhe gjithashtu qëllimi, njeti. Ky është elementi bazë nga ku fillon të qenurit i suksesshëm. A mund të adhuroj dikush prej nesh Allahun e madhëruar pa dije? Mundet? Dikush të adhuroj Allahun pa dije? Si thoni? Po, jo, pjo? Jo. Përgjigje tjetër ka? Zakonisht shqiptarët, kur janë dy veta, i kanë 13 hebe. Po apo jo? Kemi deri tani përgjigjen? Jo. Pra njeriu s'mund të adhurojë Allahun pa dije. Po mirë, pyetja është, a ka njerëz që shkojnë ke mali të morrit për adhurim edhe thonë adhurojmë Zotin? Një Zot është për të gjithë? Sa të dush? Që do të thotë se njeriu mund të adhurojë Allahun pa dije, apo jo? Mundet apo jo? Mundet. Mirë po, është e drejtë apo jo? Dija tregon që të adhurosh Allahun pa dije është devijim. Është devijim. Dëgjohet apo ka nevojë të afroj më shumë? Hapi i parë për të qenë i suksesshëm është dija, vetëdija dhe qëllimi, njeti. Mua më duket sikur s'ka zë fare aty. Alhamdulillah. Kush përmend argument si për dijen, si për njetin? Ju e keni sistemin që vetëm flet hoxha nuk pyet, a? Sonte kemi ndryshu pak sistemi. Po duhet ndryshu. Për të qenë i suksesshëm tham që duhet ndryshim apo jo? Po ndryshim për rregullim, jo për po. Bur. Bluetooth mode. Okej. Shumë mirë. Gjithashtu, prej haditheve, Allah të nderoft. Pra hapi i parë drejt suksesit është që njeriu të jetë i ditur për çfarë do të bëj dhe të ketë qëllim për gjën që do të bëj. Njeriu mëson të haj ushqim, mëson të pi ujë. Dhe pa ushqim, pa ujë, njeriu nuk rron, që do të thotë është jetike. Mirë po, a çdo kush që ha dhe pi shpërblehet për ngrënien dhe pirjen e tij apo jo? Si thoni?
sipas niyetit. Kush ha dhe pi se është një gjë mekanike në vetdijen e njeriut që po s'hangri, po s'piu, vdes, nuk ka dallim nga shtazët që han, pin, sepse ashtu u është programuar instikti për të ngrënë dhe për të pirë. Apo dhe nga shumica e njerëzve të cilët han dhe pin, sepse s'duan të vdesin. Ndërsa muslimani i cili do të jetë i suksesshëm, ha dhe pi me dije se si hahet dhe pijet, por me qëllimin që nëpërmjet ngrënies dhe pijes të ruaj jetën, sepse muslimani është i urdhëruar ta ruaj jetën. 2. Që të forcohet për të adhuruar Allahun e madhëruar dhe për të shfrytzuar kohën dhe jetën nëpërmjet forcës që Zoti i ka dhënë në adhurimin e tij dhe në të tjera punë të hajrit për rregullimin dhe përmirësimin e tokës. Ky qëllim e dallon muslimanin e ditur të vetëdijshëm nga shumica e njerëzve, duke përfshirë dhe jo pak musliman, të cilët humbasin duke mos angazhuar mjetin e tyre në çdo gjë të tyren në mënyrë që të fitojnë sevapin nga njëra anë dhe kështu të jenë të suksesshëm për dynja dhe për ahiret. Kjo si pikë e parë. Si pikë e dytë e elementëve është çështja e vazhdimësisë. E përmendi dikush prej vëllezërve që njeriu duhet të jetë i vazhdueshëm. Nuk e mbaj mend kush, po kushdo që e ka përmendur, Zoti është përbleft. Edhe të gjithë juve për çfarë keni përmendur deri tani. Edhe mirë është të angazhoheni. Mos rrini vetëm dëgjoni edhe s'përgjigjeni. Vazhdimësia është çelës kyç në elementet që i mundsojnë njeriu të jetë i suksesshëm. Këtë gjë do e lexoni në shumë libra, edhe të shkruar nga perëndimorët. Mirë po, mua nuk më intereson ajo pjesë, të paktën në këtë takim. Më intereson ajo çfarë është thelbësisht islame. Dhe kush mund të ofroj argument se si Islami na motivon, na udhëzon, na orienton, na shtyn të jemi të vazhdueshëm. Bujër. Arabisht i e di. Kujtohet. Kush e kujton arabisht? Jam i sigurt gjithë e dini. Jo a kanë thënë hoxhallarët kë instituti shumë herë. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Punët më të dashura tek Allahu i madhëruar janë punët, cilat punë? Punët e vazhdueshme, edhe nëse janë pak. Muslimani është i mençur dhe nuk e ka vizionin e shkurtër. Si personi që hyn në palestër dhe brenda një jave do që të jetë i fryrë me muskuj. Apo më keq akoma, si personi që hyn në garë për maraton dhe e nis maratonën me sprint. Muslimani është i vazhdueshëm. Aisha radhiyallahu anha në hadith ka përmendur dhe ka thënë kur ka folur për
aktivitetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe thot kana amaluhu thabt. Puna e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte punë stabil. Nuk e bënte sot dhe e linte mot, por nëse e fillonte sot, e ruante sa kish jetën. Kush jep shembull? Ju të gjithë i dini, po. Është faji Hoxhedit që s'ju kam mësuar me pyetje përgjigje. Ëh? Jo, hoxhallarët s'kan çfarë përgjigjem. Ju kujtohet hadithi kur pejgamberit alayhi salatu wasalam i vjen një delegacion dhe hulet me ta pas namazit të drekës në xhaminë e tij. Dhe qëndron me ta derisa hyn koha e iqindis. Gjë që ja pamundësoi të falte 2 rekatët pas namazit të drekës. Çfarë bëri pejgamberi alayhi salatu wasalam mbasi përcolli delegacionin dhe fali iqindin? Ato 2 rekat që i kishin humbur i kompensoi pas namazit të iqindis. Apo jo? Ato 2 rekat pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka falur deri në fund. Edhe pse për ne muslimanët namazi, nafile, pas namazit të iqindis, derisa të perëndoj dielli, është i pëlqyeshëm apo jo? Ë? Është i pëlqyeshëm apo jo? Kush tha po? Se sigur ma kapi veshi një po. Ë? Pra namazi nafile nuk është i pëlqyeshëm pas namazit të iqindis. Deri kur të perëndoj dielli. Mirë, po pejgamberi alayhi salatu wasalam për shkak se i kish falur në atë ditë, i ruajti për çdo ditë. Shembull tjetër ju kujtohet? Namazi i natës. Shembull tjetër ju kujtohet? Shembull tjetër, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kish lënë me shokët e tij për t'u takuar dhe vonohet. Dhe kur u vonua, u arsyetua. Dhe u tha, habeseni hizbi. Më vonoi pjesa e Kuranit që e lexoj rregullisht. Ndryshe nga ne sot, unë i pari dhe tjerë, që kemi një program, na shkruan dikush në telefon, lëm programin, merremi me telefonin. Kemi program, na fton dikush në kafe, lëm programin, shkojmë te kafja. Zoti na falt e na përmirësoft. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u vonua nga shokët e tij për të ruajtur vazhdimsinë në punën e tij. Është shumë e rëndësishme për njeriu që do të jetë i suksesshëm, të jetë i vazhdueshëm. Pra, kemi deri tani sa pika? Një? Pra, ky është kuptimi i suksesit. Okej. Elementet që të ndihmojnë për të qenë i suksesshëm? Para? Dia? Po. Pra e para, dia dhe qëllimi. Që të dyja bashkë prodhojnë vetdia. E dyta është vazhdimësia. Për të kaluar tek pika e tretë, që është iniciativa. Njeriu për të qenë i suksesshëm duhet të ketë iniciativë.
njeriu që të jetë i suksesshëm duhet të garojë. Që do të thotë, nëse do të jesh i suksesshëm dhe ju thuhet kush i përgjigjet kësaj pyetjes, ngrihet dora. Jo, dora poshtë. Se për të qenë i suksesshëm duhet garë. Nëse thuhet shkruani për 3 sekonda, do të thotë që shkruani për 3 sekonda. Se është garë. Pra një nga elementet që njeriu të jetë i suksesshëm, të arrijë suksesin, është gara, është edhe iniciativa. Kush përmend argument qoftë për garën, qoftë për iniciativën? Hoxhallarët janë të përjashtuar nga gjithë pyetje përgjigjet. Sepse po të ishin hoxhallarët, qoftë Sheikh Hamza, qoftë Sheikh Xhelili, Talha, po hoxha jon, hoxh Zejdi, unë si shahultu se ju të gjithë jeni më të ditëson. Kështu që Ju kam thënë po. Pahum. Ulaika al-muqarrabun. Shqy që thoni ajete që i di se duket sikur di. Po? Okej. Shumë mirë. Abdusamedi? Po s'është vetëm ai ajet, ka ajete plot. Shumë mirë. Ka ajete plot. Ka ajete plot. Te hadithet, që është shprehimisht me iniciativë. Iniciativës në arabisht i thonë mubadara. E dini, po thjesht për t'ju arikujtuar. Burr. Alayhi salam. Okej. Ka thënë ud'u Allah në kuna minhu. Kjo është iniciativa. Pra nëse thuhet diçka, mos prit nga turpi dikush ta bëj. Bëj e ti i pari. Kjo është iniciativa. Kjo është gara. Mbas Ukashës radhiyallahu anhu, pati dhe të tjerë sahabë që e kërkuan atë nder dhe atë mirësi. Mirë po, pejgamberi alayhis salam e mbylli edhe pse aty ishin 70.000. Dhe tha, ta kaloj Ukashën. Apo jo? Okej. Po për iniciativën, me shprehja, bërë. Fil Islam. Sunnetën hasana. Po, do të ketë shpërblimin e tij dhe shpërblimin e gjithë atyre që punojnë në punën e tij. Ka një hadith, Hoxh Zeidit ma korrigjoj, nëse gaboj, thot pejgamberi alayhis salam, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Që do të thot, merrni iniciativën për të bërë punë të mira. Merrni iniciativën të bëni punë të mira. Çfarë do të thot të marrësh iniciativë? Të kesh iniciativë, të jesh iniciator. Çfarë do të thot? Vepron dhe i fundit.
marrësh iniciativën, ti je iniciator, do të thotë ti je i pari. Muslimani duhet të synoj të jetë i pari. Ditën e gjykimit, ummeti Muhamedit a.s. do të jenë ummeti i parë që do të hyjnë në xhenet. Apo e kam gabim? Ë? Po e pata gabim thoni, jo. E kam apo jo gabim? Ë? Duket se ka dyshim. Do merret në llogari i pari. Që do të thotë mbarin llogarinë të parët. Që do të thonë të hyjnë në xhenet të parët. Ë? Nëse në botën tjetër janë të parët, po në këtë botë si duhet jenë? Kush është argumenti? Se muslimani s'rën mbas dynjas që të jetë i pari në dynjë. Kush është argumenti? Se i përgjigjet edhe kuptimit që folëm. Nxirra. E ke lexuar në Taravi. Po nga që është nga fillimi, prandaj. Se hatma se bot këtë xhamia. Apo e bot hatma? Sigur të ke lexu. Edhe në fund po t'ishte e ke lexu. Të gjithë e dini ajetin ku Allah i madhëruar thot: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kush e përkthen? Jeni populli më i mirë i dal nga mbar njerëzimi, apo i nxjerr nga mbar njerëzimi. Është kështu përkthimi? Ë? Po apo jo? Jo. Është jeni populli më i mirë i nxjerr për mbar njerëzimin. Jeni populli më i mirë i nxjerr për mbar njerëzimin. Po ti ishte i nxjerr nga mbar njerëzimi, okay, ti je më i miri, po nuk ke një rol. Je më i miri dhe je pasiv. I nxjerr për mbar njerëzimin, do të thotë që ti ke rol aktiv. Kush është roli aktiv o Zot? Kush është? E përmbush suksesin? Ë? Pra edhe rregullon jetën dhe tokën duke urdhëruar në të mirë dhe duke ndaluar nga e keqja dhe përmbush besimin tek Allahu i madhëruar që është adhurim, apo jo? Pra muslimani është iniciator sepse është më i miri ndër njerëz dhe jo më i miri për shkak të syve apo të ngjyrës apo të pasurisë apo të vendodhjes gjeografike e gjëra të saj natyre. Po është më i miri për arsyen e të qenurit adhurues i Zotit dhe përmirësues i jetës dhe i tokës. Në të kundërt nuk vlen. Dhe pse thot Allah i madhëruar jeni populli më i mirë? Fjala ummet përkthehet popull apo jo? Apo e kam gabim? Ë? Si thoni? Pra ne jemi një popull, pavarësisht komsive të ndryshme. Shqiptar, arab,
turq, amerikan, japonez, kinez, rus, çfarëdo kombësie që kemi, për sa kohë jemi musliman, jemi një ymmet, që do të thotë një popull. Dhe jemi populli më i mirë i nxjerr për mbar njerëzimin. Kështu që ne duhet jemi iniciator, duhet jemi garues. Për sa kohë muslimani është iniciator në urdhërimin në të mirë, në ndalimin nga e keqja, në ftesën për tek Allahu i madhëruar, në rrënjosjen e besimit në zemrat e njerëzve, që t'jetë besimi jeta e njerëzve, e gjitha kjo është pjesë e iniciativës. Apo jo? Kështu që njeriu, kur mëson, kur ka njet, kur bën diçka dhe është i vazhdueshëm, sidomos kur ndërmerr iniciativa, po edhe kur bën garë, është e sigurt që është i mbrojtur nga gabimi, apo mund gaboj. Pse? Gjithë thot mira, dije, po. Njet, po. Vazhdimsi, po. Iniciativë, garë, po. Si do gaboj gjithë ky rob i mirë? Është natyrshmëria e njeriut. Pra ka gabim. Ky është një medhheb. Ka medhheb tjetër? Ka apo s'ka? Kanë përmendur që nëse hulet koka kur drejtohet pyetja, nuk është nga frika prej Zotit, po është nga frika se të kap gishti dhe thotë përgjigju ti. Kështu është? Njeriu, siç përmendi vllai, e ka krijuar Zoti që të jetë gabimtar. Argumentet besoj i dini gjitha që të mos ndalemi gjatë këtu, po hadithi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Çdo njeri si e përktheni? Okej. Jeni dakord gjithë me përkthimin? Po, s'ka asnjë kundër. Këto janë shenja të mira që ummeti do shkojë drejt unitetit. Alhamdulillah. Unë mendoj që e keni gabim për kthimin. Ktimi i hadithit është çdo njeri apo çdo bir i Ademit, siç tha Hamza, është shumë gabimtar. Ose gabimtar i madh. Khata do të thotë bën gabime shumë. Ndërsa gabimtar bën një gabim, jeton 80 vjeç, bëre një gabim, kalon kollaj. Ndërsa bën shumë gabime, bën vaki, i fillon gabimet që kur del gjumi para se të hapër syt. Bën vaki? Bën vaki. Edhe vazhdojnë gabimet deri kur i mbyll syt para se të marrë gjumi. Pra bën vaki. Po njeriu që të jetë i suksesshëm, a e ka këtë shans nëse ka gabime? Si thoni? Njeriu që do të jetë i suksesshëm, a mund të gaboj? Nëse gabon, nëse, më thoni, derin sa gabime i tolerohen.
1, 2, 3. Me një fjalë, pyetja e parë ishte, njeriu që është i suksesshëm mund të gaboj apo jo? Po. E sigurt? 100%. Sa gabime mund të bëj? Sa mos ta bëj faj, mos e bëj rrugë. Jeni të gjithë dakord? Deri në momentin që ndalon pendimin. Deri në momentin që ndalon pendimin. Edhe përmirëson. Njeriu që do të jetë i suksesshëm do gaboj se s'bën. Se s'bën. Mirëpo ndryshe nga vlerat në perëndim që njeriu kur gabon shoqëria e ngushtë apo e gjerë gëzohen pse gaboi, se do ndëshkohet, do largohet, do përjashtohet. Në Islam është komplet e kundërta. Çdo njeri është gabimtar. Më i miri gabimtarëve është ai që pendohet. Kështu ishte hadithi, apo jo? Gabimtar i madh. Që njeriu të jetë i suksesshëm do gaboj është e sigurt. Por suksesi nuk i digjet me gabimin. Përkundrazi. Njeriu kur gabon, pendohet. Në perëndim, kur duan ta motivojnë njeriu që gabon, që ta shpëtojnë nga depresioni, i thonë që nuk është fundi i dynjas të gabosh. Konsideroje si një sbrapsje për të sulmuar sërish. Si harkun kur e tërheq pas që të shkosh drejt shënjestrës sa më shpejt edhe fort. Ndërsa tek ne muslimanët gjëja është shumë herë më e vlefshme dhe më e vyer se sa kjo. Pse? Sepse njeriu gabon, gabimi nuk ja djeg suksesin dhe nëse pendohet, çfarë ndodh në besimin ton, për vlerat tona si musliman? Para i fshihet e keqja. E dyta i zvendçohet e keqja me të mirë. Të fshihet, pastaj të zvendçohet. Që do të thotë, ajo kohë që ti ke gabuar nuk të hiqet nga koha e vyer dhe e vlefshme tek Zoti i gjithësisë. Pavarësisht se ti ke gabuar në atë kohë, për sa kohë ti je penduar, ke kërkuar falje, gjithë sekondat, minutat dhe sa do të ketë qenë koha, përveç se të fshihet gjunahu, gabimi, një lloj sikur se ke bërë, të zvendçohet me të mira. Sukses më të madh se sa ky, që ty të kompensohet koha e shkuar në punë që ta dështon suksesin, kush mund t'ja jap njeriu më shumë se sa Allahu i madhëruar. Dhe në çfarë besimi, apo filozofie, apo ideologjie mund ta gjejë njeriu këtë madhështi dhe këtë mirësi të madhe. Kush përmend ndonjë argument tjetër?
A vëllezër. Ose thuaj ati argumentin që a the, Uaisit, Uaisi, ja? Ha? Do të thuash ti argumentin apo? Kush nga ju të dy do e thotë? Këtu kam idenë që gati gjysma e sallës janë hafiza, apo jo Shih Ziti? Pak, këtu, pastaj pjesa mbrapa në përgjithësi janë student. Pa vetëm to fillimi është të parë. Po, edhe unë student si ata. Kurse pjesa mbrapa janë Mashallah. Edhe sa minuta kanë kaluar nga koha? Në kohën e këtij koha është e Çunat kanë folë më shumë. Mirë, me qenë se koha ka kaluar shumë, po edhe çunat po hezitojnë shumë, pavarësisht se i dinit përgjigjet, kalojmë tek një tjetër pikë. Për të qenë njeriu i suksesshëm në jetë, ka nevojë që të vendos balancë, sepse jeta ka angazhime të shumta, angazhime të cilat të pengojnë nga të tjera angazhime. Për më tepër, nëse njeriu mendon që një angazhim bie ndesh me një tjetër angazhim, për të qenë njeriu i suksesshëm, do duhet patjetër të vendos balancë. Ose, siç i thon ndryshe në arabisht, at-tawazun. Kush kujton nga argumentet e sheriatit, hadithet, ndonjë argument që ne na jep elementin e balancimit, ruajtjes balancave për të qenë i suksesshëm. Njeriu ka Zotin, ka xhamin, ka vetveten, ka familjen, ka studimin, ka punën, ka vizitorin, ka jeta plot angazhime. Po. Nesër. Ku është balanca këtu? Më gjërë? Hadithe që 3 persona kur kanë pyet për ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njëri ka thonë ku agjeru gjithmonë, tjetri ka thonë s'ku martu fort, tjetri ka thonë gjithmonë ku fal natën. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë unë edhe falem, edhe flaj, edhe agjeroj, edhe ho, edhe do të të martu. Mashallah. Je martu? Ala? Kush është i martu, i dhënë Zotin nusat hajrit, që kur ta shohi, ta gëzoj, po edhe kur ti flasi, ta dëgjoj. Se sot janë bërë i pjesë e femrave që ti
akoma pa mendu se çfarë do përgjigjesh, ka mbyt me i det me fjalë, edhe ti s'di as nga ta nisësh, as nga ta bitizësh. Jo më të flasësh, e të dëgjoj. Të dyja janë argumentet sakta. Argumenti që përmendi vllai është kur Salman al-Farisi radhiyallahu anhu shkon tek shtëpia e vllait të tij Abu Darda. Dhe shikon që bashkëshortja e Abu Dardas nuk kujdesej për vetveten. Dhe e pyet përse. Dhe i thot sepse vllai yt nuk ka nevojë për dynjan. Që është shprehje e cila nënkupton mos angazhimin e bashkëshortit me bashkëshortën. Dhe Selmani radhiyallahu anhu kur hulet të haj, Abu Dardaja i thot, ha ti, se unë jam agjërushëm. Dhe i thot, jo, nëse ti nuk ha, as unë nuk ha. Dhe ul të haj. Kur e shtrin Abu Darda radhiyallahu anhu, Selmani radhiyallahu anhu të flej, vetë ngrihet, falet. Dhe i thot, jo, shtriu dhe fli. Dhe ja përsërit këtë gjë derisa erdhi 1/3 e natës, që ju e dini më mirë se unë historinë. Dhe kur vjen 1/3 e natës, i thot tani çohu dhe falu. Dhe kur ja thot këtë fjalë, i thot inna li rabbika alayka haqqa wa inna li ahlika alayka haqqa wa inna li nafsika alayka haqqa. Në një transmetim, o inna li zawrika alayka haqqa fa a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Që do të thot, ndaj Zotit tënd ke detyrime. Dhe ndaj bashkëshortes tënde ke detyrime. Edhe ndaj vetvetes ke detyrime. Një transmetim dhe ndaj mikut ke detyrime. Ndaj jepja të drejtën gjithë kujt që ka të drejtë tek ti. Muslimani duhet të ruaj balancë. Dhe ajo që përmendi vllai është shumë e saktë. Sepse një nga arsyet pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ktheu pas ata njerëz dhe mbajti fjalim në xhami dhe tha se un jam më i dituri dhe më i devotshmi juaj për Zotin ton. E megjithatë, unë martohem, agjëroj dhe ha, falem dhe fle. O men raghiba an sunneti felejse minni. Dhe kush nuk e ndjek, kush nuk e pason, kush e refuzon praktikën time, sunetin tim, nuk është prej nesh. Se njeriu nuk mund të jetë i fokusuar vetëm në një gjë dhe të neglizhoj gjërat e tjera për cilat ka detyrime. Kështu që muslimani që të jetë i suksesshëm do të duhet patjetër të ketë balancë. Të ketë balancë. Mirë po, kur do të vërë njeriu balancat, përballet me një problem shumë të madh, që është problemi i prioriteteve. Apo jo? Çfarë gjëje t'i japësh prioritet ndaj çfarë gjëje? Ka argument në Islam për ruajtjen e prioriteteve? Kush është? Aha. Je i martuar? Ha?
Prandaj I ke harruar këto tjerat. I ke ditur ku ishe beqar, u martove, I harrove. Allah të rëjë. Okej, argument tjetër për prioritetet, po. Pra jep prioritet nënës para babës. Tjetër, e nisi dikush. Po. Illa iyahu. Okej. Kush është arsyetimi I argumentit që përmendë? Allah të nderoft. Në pjesë kur japim selam, ato që kalojnë japin selam atyre që janë, ato që janë ulur, ato që janë grup më I vogël japin selam atyre që janë më të drejtë. Shkallë e prioritet. Okej. Po? Allah të nderoft. Tjetër, ka argumente plot, po Abdul Samedi. Po. Okej. Mirë, këtu prioriteti nuk është aq I qartë sa tek argumentet e mëparshme. Wala auladukum. Ju të gjithë e dini një hadith ku I dërguari Allahut alayhi salam ka përmendur shprehimisht prioritetin, apo atë që ndryshe quhet në arabisht al-awwaliyya. Po. Po filloja nga fillimi, arabisht. Te Abdullah kur ke qenë I vogël të kam puth, po me këtë hadithin do të puth edhe tani që je I madh. Amen. Të ta kujtoj unë fillimin. Thot, falyekun awwalu ma tad'uhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah. Këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur prioritetin. Dhe ka thënë të jetë e para gjë në të cilën do I ftosh shahadeti. Nëse të bindën, tregoju që Allahu ju ka obliguar 5 namaze gjatë ditës dhe natës. Nëse të bindën, tregoju që Allahu ju ka obliguar zakatin në pasurinë e tyre, merret prej të pasurve dhe u jepet të varfërve të tyre. Hadithi fillon me fjalën awwal.
të jetë gjëja e parë. Pra prioriteti është përmendur shprehimisht në tekst, sepse prej në fillim ram dakord që çelësi kryesor dhe sekreti për të qenë i suksesshëm është të lidhim çdo gjë drejt suksesit me vlerat tona. Jo me vlera perëndimore, lindore, veriore, jugore. Muslimani çdo gjë e lidh me fjalën e Allahut dhe me fjalën e Rasulullahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe fakti pse jemi kaq pas suksesit apo kaq të vonuar nga suksesi është pikërisht për këtë arsye, sepse vlerat tona praktike në përditshmëri nuk janë të lidhura me vlerat tona që Zoti i gjithësisë na i zbriti nga 7 qiej nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam tek Muhamedi alayhis salam, që jeta jon të jetë si do Zoti. Kështu që fatkeqësisht edhe ne jemi pak si do Zoti, pak si duam vet, pak si do shoqëria, jemi bërë një mishmash që s'po ja gjejmë dot fillin. Prandaj duhet kthehemi tek vlerat tona dhe të gjitha argumentet që përmendët vlen, edhe ajo që përmendi Abdusamedi vlen, pavarësisht se nuk del shumë në pa, kështu dukshëm. Dhe prioritetet siç i përmendët, i pari që askush nuk duhet ta konkurojë tek muslimani është Allahu i madhëruar. Nëse Zoti urdhëron dhe urdhëron dikush tjetër ndryshe nga Zoti, i bindemi Zotit. Nuk i bindemi askujt tjetër nëse na urdhëron diçka kundra Zotit të gjithësisë. Dhe kjo është gjë e qartë, besoj të gjithë e dini hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nuk lejohet bindja ndaj krijesave nëse kundërshtohet krijuesi. S'ka rëndësi nëse krijesa është baba, është nëna, është i pari i shtetit, është i pari i fisit, është i pari i shkollës, është i pari i punës. S'ka rëndësi. Nuk lejohet që njeriu t'i bindet krijesës nëse kundërshtohet krijuesit. Pra kjo sa i përket prioriteteve. Po që prioritetet edhe gjithë çfarë tham më sipër të përmbushen kanë nevojë për shkaqe. Apo jo? Ka nevojë për shkaqe? Jo. Ë? Po apo jo? Pse? Pse se di? Mos thuj për një gjë që e di se di. Ti them ta kthej kamerën nga ty që ta shoh nusja që ke thonë se di për një gjë që e di? Ë? Si thoni? A duan shkaqet apo s'duan shkaqet? Pse e keni kështu si? Kam frikë nga ty? Ja. Tu sjellësh mos kanë frikë vetë, se ta tanë përgjigjen dhe thosh gabim. Si kam thënë gabim ndonjëherë? Kur ju thash gabim? Ë? Unë edhe ke hadithit vetëm ju a përktheva. Ë apo jo? S'mbaj mend ju kam thënë gabim ndonjëherë. Që t'jesh i suksesshëm, shkaqet duhen apo jo? Duhen, se s'bën. Njeriu nuk mund t'jetë i suksesshëm
nëse nuk i merr shkaqet. Dhe po i mori shkaqet, është i suksesshëm. Bjem dakord për këtë pikë? Po, gabim. Ne kemi detyrë të marrim shkaqet me besimin që Zoti ka në dorë pasojat. Ne kemi detyrë të marrim shkaqet me besimin që Zoti ka në dorë pasojat. Ne bëjmë tonën. Zoti bën atë që është më e mira. Apo jo? Ne bëjmë tonën, Zoti bën atë që është më e mira. Njerëzit shumë herë i marrin shkaqet. Mirë po, pasojat nuk i ndodhin. S'ka rëndësi musliman jo musliman. Kjo është një gjë që njihet në jetë. Aq sa tek shumë njerëz është kthyer gati në bindje, mos bëj plane se s'të dalin. Apo jo, e keni dëgjuar këtë shprehje që e përdorin? Mos bëj plane se s'të dalin. Sa njerëz ka që i kanë mbaruar fakultetet janë pa punë? Ka? Sa duash. Po pse është pa punë? Ai mori shkaqet. Se ka shkruar ai sipër. Sa njerëz ka që nisin biznese po dështojnë? Pse dështojnë? Se ka shkruar ai sipër. Ne jemi të urdhëruar të marrim shkaqet në mënyrë të drejtë me bindjen që pasoja është në dorën e Zotit. Po do na jep çfarë duam ne? Po do nuk na jep atë që duam ne. Dallimi ndërmjet muslimanit dhe jo muslimanit është në 2 pika në këtë çështje. Kush thot njërën dhe kush thot tjetrën. Dallojnë rrënjësisht muslimanët nga jo muslimanët, sidomos nga perëndimorët në çështjen e shkaqeve dhe janë 2 dallime thelbësore, rrënjësore, kush i thot? Po. Burr. Të dytën ja lëm vllajt. Okej, thuaj të dytën. Më fal Abdusamidi. Thuaj Abdusamidi dytën. Je I sigurt për këtë? Me një fjalë, Trumpi kur lëshon bombat, e di që është duke bërë mirë dhe do I vi mirë, apo e di që është duke bërë keq dhe do I vi mirë? Me një fjalë, nëse perëndimori, I cili është zëvendës drejtor, edhe do t'i zërë vendin drejtorit, edhe I gjen ku I ka gjithë defektet, edhe ja çon bordit aksionerëve, që t'hiki ky si drejtor dhe të bëhet zëvendës drejtori drejtor. Bën keq për të gjetur mirë, apo bën mirë për të gjetur mirë? Pra, I qëndroni des që në vlerat perëndimore është standard, bëj mirë të gjesh mirë, mos bëj keq se do gjesh keq. Apo është edhe po bëre keq mund të gjesh mirë. Se di, a? Për shembull, po të shofësh edhe në Shqipëri edhe në perëndim këtë llumin e politikanëve, që vetëm për të bërë deputet edhe ministra dhe kryeministra, nuk lën të keqe pa bërë vetëm të bëhen. Edhe
po ta pyesësh pse i bën këto të këqija, thotë e bëj për një qëllim të mirë. Ndodh kështu apo jo? Që do të thotë ai bën keq për një të mirë, nuk bën keq se do i dalë një gjë keq. Kështu që rrezon atë fjalën që the. Jeni dakord apo jo? A hasni këtë gjë në vlerat perëndimore apo jo? A Hamza? E ke marrë pasoshin ti apo jo? Po, pra bëj keq se e kam qëllimin të mirë. Ka dy dallime thelbësore ndërmjet muslimanëve dhe jo muslimanëve lidhur me shkaqet. E para, jo muslimanët dhe në veçanti perëndimorët që janë të brymosur me parime materialiste. Besojnë që, 2 pika, po e bëre shkakun do të vi pasoja. Po e bëre shkakun do ndodhi pasoja. Ndërkohë që muslimani beson se ne kemi detyrë të bëjmë shkakun, pasojën e ka në dorë Zoti. Nëse do Zoti ndodh, nëse do Zoti nuk ndodh. Po ti vësh përballë shembujve edhe argumentave dhe perëndimorët e kuptojnë këtë gjë, mirë po aq thellë ju ka hyrë materializmi, saqë i ka verbuar nga gjëra shumë të qarta dhe të dukshme. Shumë njerëz martohen në perëndim, shumë tjerë shkojnë jashtë martesën në shtrat, po shumë prej tyre s'kanë fëmijë. Edhe pse përpiqen për të patur fëmijë. Pse? Se ka shkruar ai sipër. Apo jo? Biznese, sporte, studime, ka shembuj sa të duash. Pra ky është dallimi i parë. Kush e përsërit? E harruat kaq shpejt? Ë? Po. Bindja perëndimore pra është ajo se domethënë nëse kërkon diçka do i gjesh. Ja. Pra nëse bën shkakun, do ndodhi pasoja. Pra e kanë shumë të shkurtër qarkun. Shkak pasojë është parimi i njohur në perëndim, shkak pasojë. Pra e kanë shumë të shkurtër qarkun. Ne si musliman themi ne kemi detyrë të bëjmë shkakun, pasojën e ka në dorë Zoti. Pasojën e ka në dorë Zoti. Dallimi i dytë është shumë praktik. Po. Ne si musliman besojmë se ne japim shkakun dhe pasojën e ka Allahu. Okej, këtë e tham. Pra ky ishte dallimi i parë mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Dallimi i dytë është shumë i lidhur me të parin dhe është shumë thelbësor. Po. Pasojat që vinë, muslimanët ndryshme jo besimtar, kënaqen me to. Okej. Vetëm kaq? Kurse jo besimtare nuk kënaqet edhe e lën. Shkon merr kokra depresioni. Ë? Pra dallimi i dytë është që muslimani mbasi e bën shkakun dhe është i bindur që pasojën e ka në dorë Zoti, nëse Zoti nuk ja jep si pasojë të shkakut atë që donte muslimani, e di që Zoti do t'i jap një gjë më të mirë dhe e ka ruajtur nga një gjë e dëmshme që do t'i vinte prej asaj pasoje. Për këtë arsye, minimalisht është i qetë se e pranon kaderin, maksimalisht është i kënaqur. Nëse është i qetë se pranon kaderin, çfarë bën? Çfarë bën? Ë?
Dret zinxhirin. Ë? Bën durim. Po nëse është i kënaqur, bën falënderim. Ju të gjithë i dini këto gjëra po. Ë? Ishte e qartë kjo pikë? Pra dy dallimet thelbësore ndërmjet vlerave islame dhe jo islame, i mbani mend. Mbase kur t'ju takoj ke xhamia apo në rrugë ju pyes. Mirë? Tjetër, mendoni që ka? Për të qenë i suksesshëm? Okej, lidhet me atë pjesën e pendimit, është pak a shumë e zauruar aty. Okej. Në fjalë lidhet prej në fillim ajo pjesë. Është shumë e vërtetë, pra kur folëm për adhurimin, se adhurimi të gjithë ju e dini për kufizimin e tij. Prandaj edhe nuk u morëm gjatë me atë pjesë. Pra njeriu mori dijen, bëri qëllimin, pastaj vazhdoi, ishte i vazhdueshëm në përpjekjen e tij. Pasi që i vazhdueshëm, çfarë bëri? Pati iniciativën, garoi, sepse ka shumë që vazhdojnë, po duhet t'jesh i pari. Pastaj, ku kish gabime, pendohet, kërkon falje, përmirësohet. Po pastaj, vendos balancën, prioritetet, shkaqet, po pastaj, pret pasojat, serdhi. Serdhi. Pritë një ditë, një javë, një muaj, një vit, 10 vjet, 100. Besimtari që të jetë i suksesshëm nuk duhet humbas shpresën kurrë. Nuk duhet ta humbas shpresën kurrë. Apo jo? Ka argument? Kush është? Okej. Tjetër. Kjo është shumë e mirë. Po, e ka më shumë vendin tek pendimi. Shumë mirë. Tjetër. Abdullajt ja premtova që do ta putë se e gjeti kështu në kokë. Se janë ca gjëra që për ta gjetur si është, duhet pak mund. Po. Shumë e vërtet. Po, është një se këto janë kryesisht që njeriu të mos demoralizohet kur bie në gabime. Sepse gjëja që më shumë t'i demoralizon njeriun janë gabimet e tij. Po është një moment ku edhe aty besimtari nuk e humbet shpresën. Ka një hadith, të gjithë ju e dini, edhe kush e di sa herë ua keni thënë njerëzve që ju kanë rrethuar. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha qamat al-qiyamah wa bi yadi ahadikum fasila falyaghrisha." Nëse kiameti bëhet dhe në dorë keni një filiz, mbilleni.
Këtë hadith që të gjithë e dini. Ka ndonjë që se kishte dëgjuar këtë hadithin përpara? Se kishte dëgjuar? Qameti u bë. Se kështu thot pejgamberi sa. Idha qametil qiyama. Qameti u bë. Dhe nëse dikush ka një filiz në dorë, ta mbjell. Ne muslimanët kur mbjellim pemë, kemi sevap? Pse? Po ç'a dobi do i bëjmë tjerëve kur bëhet kiameti? Njeti. Shpresa. Të dyja bashkë janë. Kush është shpresa këtu? Bashkë me qëllimin që ti ta fitosh të mirën prej Zotit, pavarësisht se çfarë bën Zoti si pasojë mbas veprës tënde. S'ka rëndësi për ty kjo gjë. Për ty është shpresa që do shpërblehesh nga Zoti. Ka që mjafton muslimanit. S'ka rëndësi. Shpreso tek gjëja që ti do bësh, për sa kohë e bën me dije, edhe me qëllim, dhe sipas kushteve që të gjithë i dini. Ndonjë gjë tjetër për ta mbyllur? Kishte i thal hajke mbajt minutazhin, kush ka folë më shumë, unë apo çunat? Unë kam folë më shumë? Ja, më bërë mos ja fut kot. Amin. E fundit fare. Është që muslimani duhet përpiqet. Ne kemi në dorë përpjekjen, duke ju referuar gjithë sa më parë. Pastaj, ja lëm Zotit në dorë gjithçka. Sot s'ka pyetje, nuk e di a i keni sistemin me pyetje herë të tjera, se sot ju kam pyetur. Kështu që i bie po të pyesni, do nxirrni zbuluar që s'keni kuptuar ç'a jeni përgjigjur po vetë. Kështu që s'ka pyetje. Yalla. Allah ju rrit. Subhanallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah është përlejtë të Shekh Bilali. Allah është Kjo s'ishte ligjërat, ishte kështu, muhabet. Allah të nderoft. Ishte ligjërat, edhe pyetje prej hoxhës dhe përgjigje prej hoxhallarëve. Edhe inshallah të ardhshëm. Allah është përblejtë të gjithëve, edhe se Allah në lartësuar që fjalët e hoxhës kanë qenë dhe të jenë dobishme për ne. Tani inshallah ftojmë vlla Shuaibin për një ilahi. Hajde Shuaib. Hajde u luftu dhe, qohëm edhe unë atje, në vërësejnë. Çdo krijes që mbot frymon, çdo gjallës që ekziston, çdo gjë që jetën shijon, ja Allah të madhëron. Edhe dita kur gjallëron, edhe nata kur mbulon, edhe yjet kur ndriqon, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Edhe lulja kur lulzon, edhe mali kur gjelbron,
dhe bilbili kur këndon, ja Allah të madhëron. Edhe qielli kur gjemon, dhe rrufeja kur veton, edhe shiu kur pikon, ja Allah të madhëron. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Edhe peshqit sa lloj janë, sa kanë dete oqean, dhe insekte me milion, ja Allah të madhëron. Ty çdo gjë shpreh madhërim, për dhe ca njerëz e ca gjin, shumë prej tyre jo nuk din, u vëzoj ti ja Rahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wasila. Allah shpërblet Allah shpërblet gjithve, nësë Allah të taksuar që shihemi sërish në takime të tjera, pra takimin e radhës, Zoti ju nderoj tani, është përgatitur edhe për të jashtë.